Në disa rrugë të Gjakovës si Musa Zajmi, Ferhat Biniqi dhe Arsim Rama vrehen kablo të shumta të varura shumë poshtë, të cilat po bëjnë gjithnjë më shqetësuese, mbi të gjitha për faktin se nuk është e qartë kur i përkasin rrjetit elektrik e kur shërbejnë për operator tjerë e që mund të mos paraqesin rrezik të drejtë për drejtë. Një qytetar që intervistuam na tha se ky problem është serioz në gjithë qytetin. Leçi prej kere, po të duhet më dhe prej telave të rrymës. Këtu, kur gjë nuk kanë rregull. Sa i përket që pishini edhe vetë, çfarë gjendje është. Kretë Gjakovën është kjo gjendje. Po, tash nuk ka kërkues që i kontrollon. Kur gjë, çdo frymë që mund mi kput një tel, diçka dhe me pas pasoja. Një tjetër qytetar tha se kjo është një ndër çështjet më bazike për të cilin institucionet përgjegjëse duhet ndërmarrë masa. Shumë problemi i madh është. Këto duhet rrezike më i madhe që në tonë. Po duhet me marrë baza shumë qeveria. Po dhe përsa në tjera, sidomos kjo është bazë numër 1. Elektrika është një ndër më të rrezikshmet. Ndërkaq, për të kuptuar mbi këtë situatë, ne kemi kontaktuar zëdhënësin e Kecit, Lulzim Krasniqi, ku përmes telefonit ka bërë të ditur se ka dërguar ekipe në terren, në këto lagje për të verifikuar gjendjen e kabllove që ishin raportuar si të rrezikshme, dhe pas inspektimit është konstatuar se kabllot nuk i përkasin rrjetit elektrik, por operatorëve të kablovikeve dhe internetit. E në njoftimin e tyre, Kec thekson se mbetet gjithmonë pranë qytetarëve për të garantuar sigurinë, duke falendëruar edhe mediat për rolin aktiv në adresimin e shqetësimeve të komunitetit.